Të nderuar qytetarë të qarkut Shkodër, modeli përmirësuar i ofrimit të shërbimit shëndetësor është modeli i investimeve dhe kujdesi shëndetësor cilësor. Buxheti i Spitalit Rajonal Shkodër ka pësuar një rritje prej 88% që prej vitit 2013, duke arritur në shifrën 1.28 miliard lek të akorduar për vitin 2024. Ky spital mbulon me shërbim të specializuar rreth 181.000 banor të qarkut Shkodër. Në 10 vitet e fundit, në Spitalin Rajonal Shkodër janë investuar një total prej 633 milion lekësh në infrastrukturë dhe në pajisje mjekësore. Në vitin 2016, për herë të parë hapet kabineti i hemodinamikës. Rreth 4.000 qytetarë kanë përfituar nga ky shërbim, si dhe nga trajtimet jetëshpëtuese me angioplastik pranë vendbanimit të tyre, duke vijuar më pas me rekonstruksionin total të shërbimit të reanimacionit, ku përfitojnë terapi intensive në kushte të përmirësuara rreth 1.000 pacient në vit. Në vitin 2021 u investuan rreth 130 milion lek në krijimin e kushteve bashkëkohore në bllokun e sallave operatore, duke rritur standardin dhe cilësinë e ofrimit të shërbimit të rreth 4.000 ndërhyrjeve në vit të kompleksiteteve të ndryshme. Në qendër të qytetit tashmë ka hapur dyert e rikonstruktuar totalisht poliklinika e specialiteteve dhe e pajisur tashmë me aparatura mjekësore të standardeve europiane. Me rritjen e gamës së shërbimeve të ofruara, rreth 75.000 pacient në vit marrin shërbim pa rrallë të gjata dhe në kushtet bashkëkohore. Ndërkohë, është në proces investimi më i ri prej 443 milion lekësh në bllokun e maternitetit pranë Spitalit Rajonal Shkodër. Me këtë investim, do të cilën standarde europiane të ofrimit të kujdesit shëndetësor pranë shërbimeve si ginekologjia, obstetrika, ku vinë në jetë rreth 1.300 foshnjë në vit, neonatologjia, orolo, okulistika dhe pneumologjia. Gjithashtu edhe në sistemin shëndetësor parësor ka patur një sër investimesh, ku rreth 35 qendra shëndetësore janë rikonstruktuar në të gjithë qarkun me një investim total prej 178 milion lekësh. Aktualisht është në proces investimi më i fundit për rikonstruksionin e 4 qendrave të tjera shëndetësore. Në 4 vitet e ardhshme, prioritet i Partisë Socialiste do të jetë rritja e pagave të personelit shëndetësor për të ofruar një sistem shëndetësor të qëndrueshëm. Gjithashtu, përmirësimi i kushteve të punës me infrastrukturë moderne dhe aparatura mjekësore sipas standardeve europiane për një shërbim shëndetësor dinjitos, cilësor, efikas dhe sa më pranë vendbanimit. Me 11 maj, voto numrin 5, voto Partia Socialiste për një shëndetësi që mbështet profesionistët dhe qytetarët.